Do të flasim tani edhe për sektorin e turizmit në vendin tonë. Më herët Drejtoria e Përgjithshme e tatimeve ka rikujtuar bizneset që janë plotësues ose që janë në sektorin e turizmit që deri në fund të muajit maj, deri në 30 maj të këtij viti, të marrin masa për të pajisur me ato mjetet POS për pagesat elektronike dhe bëhet fjalë për strukturat akomoduese, shërbimet në sektorin e transportit dhe institucionet apo shoqëri publike me kapital shtetëror në vendin ton. Përndryshe mund përballen njëkohësisht edhe me penalitete. Ne më gjërësisht në lidhje me këtë çështje do diskutojmë me zotin Zak Topuzi, kryetari i shoqatës Hoteleri Turizmit. Zoti Topuzi, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Në tanisim me POS-et, ne kemi diskutuar edhe me herët kostot që janë shumë të larta, nevojën për të zhvilluar diskutime, nevojën për përfshirjen e bankave të nivelit të dytë në vendin tonë. Ka ndonjë hap pozitiv, ndërkohë që afati 30 prilli po afrohet me shpejtësi? Sigurisht që është një hap pozitiv përgjithsisht për ekonominë shqiptare, lidhet me formalizimin e tregut dhe përmirësime të dukshme në mënyrën e komunikimit me turistët. Mos harrojmë që pothuajse sot të gjithë turistët nuk mund punojnë dot me para cash, por ata përdorin kartat elektronike në çdo vend ku ata shkojnë, qoftë për një parkim të thjeshtë, qoftë për një kafe. Dhe sigurisht që është pozitive, por problemi qëndron tek komisionet e larta që përdorin bankat e nivelit 2 tonat. Në takimet që ne kemi bërë me institucionet shtetërore, kanë marrë parasysh kërkesën tonë, pasi përgjithsisht bankat e nivelit të dytë operojnë me komisionet larta nga 7 deri në 10 herë më të larta se BE-ja. Dhe në BE këto komisione janë të kontrolluara, pra nuk lejojnë të shkojnë më shumë se 0,3 deri në 0,6% e transaksionit dhe ka një kufizim që jo më shumë se 30 cent në disa nga vendet. Pra, është një shërbim i cili duhet paguhet, por jo në masën e 3,5%. Bëhet fjalë për biznese 97-95% e gjithë biznese në Shqipëri janë biznese të vogla, qoftë restorante, qoftë baret, qoftë dhe Airbnb që jepen me qira. Dhe këto biznese nuk kanë fitime më shumë se 7 apo 10%. Dhe ndërkohë që 3,5% duhet i japësh bankës për një transaksion, banka bëhet aksioner kryesor me gati 30-35% të gjithë fitimit. Ne kemi bërë takime në disa takime të nivelit të lartë, ku është Këshilli i Investimeve, edhe në takime tjera ku kanë qenë dhe përfaqësues të ministrive të financës apo dhe të bankave, dhe kemi marrë një mesazh që këto tarifa do të përgjithësohen, por nuk ka akoma një lëvizje të qëndrueshme dhe nuk ka akoma një vendimmarrje përfundimtare. Pra, qeveria ndërkohë që kërkon të bëjë një veprim të tillë pozitiv, duhet ndërmarrë dhe masën që të uli këto komisione të cilat për të thënë vërtetën janë shumë penalizuese dhe një pjesë e mirë e bizneseve të vogla për këtë arsye nuk i përdorin. Dhe përveç kësaj janë dhe komisionet, domethënë lidhet dhe nuk është vetëm çështje e komisionit të poseve, por janë dhe transaksione kur ti kërkon të përdorësh kartën shqiptare të pagës, të rrogës, kur ti del jashtë. Transaksionet që përdoren për konvertimin, në rast se ti e ke kartën me lek, apo konvertimin apo dhe pagesën në disa bankat nivelit 2 janë mjaft larta. Dhe pra humbe edhe tek kursi, dy fish, edhe tek kursi këmbimit, edhe tek tarifa apo kostoja. Dhe ke tarifa. Pra, unë kam përdorur muajin që kaluar për të testuar në disa vende disa nga kartat e bankave të Shqipërisë, dhe qoftë me kartë krediti, qoftë me kartë debiti, pagesat në disa banka janë jashtëzakonisht larta. Pra, për të paguar 1,1 euro një kafe apo një kalim në pikat domethënë nëpër autostradë, kam paguar 3 euro komision.
pra e bën këtë lloj pagese të papërshtatshme dhe përsëri shqiptarët duhet të lëvizin me para në xhep. Pra është një revolucion i cili nuk është se ka vetëm një arsye që nuk funksionon. Është një revolucion i cili duhet bërë në bashkëpunim me banka, në bashkëpunim me bankën qendrore, e cila nuk duhet të jetë vetëm vëzhguese apo rekomanduese, po duhet të jetë kufizuese dhe duhet ta kuptoj seriozisht se ku qëndron problemi. Zoti Topuzi, njëkohësisht administrata tatimore ka deklaruar se veprimi bëhet edhe për të fuqizuar, për të formalizuar sektorin e turizmit. Mos po ndiqet, mbase jo rruga e gabuar, por jo rruga e dur, e drejt për të luftuar informalitetin në sektor, duke detyruar vendosjen e POS-eve pa i përcaktuar fillimisht kostot që do të aplikohen. Në fakt ne vuajmë nga bërjet e ligjeve pa konsultuar me grupet e interesit. Dhe për thënë vërtetën, ky është një vendim i cili nuk është konsultuar me grupet e interesit për të pasur një zbatim absolut. Ka qenë kërkesa jonë e vazhdueshme prej 3 vitesh për të formalizuar tregun e akomodimeve. Pra kemi folur që vetëm 22% e tregut të shtretarve është hotel dhe pjesa tjetër gati 78% janë apartamente dhe vila që lëshohen me qerat ditore për turizmin. Dhe gjithë kjo gamë e madhe, domethënë kapacitetesh akomoduese, pjesa më e madhe është jashtë skemës po themi të formalizimit të tregut. Dhe kjo nuk është çështje vetëm e formalizimit të tregut, po kjo është çështje standarde, çështje mbrojtje të konsumatorit, dhe këto lidhen të gjitha me njëra tjetrën. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme për ta formalizuar këtë treg prej 3 vjetësh dhe kemi qenë iniciator si shoqat për të propozuar ligje dhe qeveria i ka miratuar ato, por në fund fare dalin devijime të ndryshme dhe nga një kërkesë e domosdoshme e bërë nëpërmjet ligjit që të gjitha ata që punojnë në sistemin e akomodimit duhet të kenë një regjistrim në këtë sektor në mënyrë që të paguajnë një TVSH 6%, pastaj dalin udhëzime tjera që nuk është e nevojshme të jesh i regjistruar në këtë sistem dhe mjafton që ti të pagosh 15% tatimin e fitimit për të ardhurat që ti siguron, dhe gjitha këto udhëzime e kanë si më thënë, e kanë zbehur atë luftën për të kuptuar që është një luftë e cila zhvillohet për të formalizuar tregun, për ta standardizuar atë. Jemi në prag të negociatave, të miratimit negociatave dhe një nga problemet më madhore që ka Shqipëria në turizëm është ne jemi akoma të pastandardizuar, pra nuk kemi hotelet dhe restorantet akoma nuk janë hotelet kryesisht, nuk janë të kategorizuar me hyje, nuk kanë standarde detyruese dhe kjo e bën Shqipërinë të ndërmarrë një nisëm e cila do të jetë e sforcuar dhe do të ketë kosto shumë të lartë për bizneset. Përfiton vetëm për të plotësuar standardin e mbrojtjes nga zjarri, që do të detyrohen të bëjnë hotelet apo të gjithë sektori që punon në akomodim, janë shpenzime kolosale, janë qindra mijëra euro që duhet ndrohen nga e para. Mjafton të përmend sistemin e kundra zjarrit, ndrimin e dyerve kundra zjarrit, dyshekët, perdet apo rinovim nga fillimi paga shumë. Gjitha këto janë. Po pra, është gati një investim nga fillimi, përveç se investitorëve strategjik të cilët i kanë pasur detyrim ligjor nga mënyra e ndërveprimit me çenet ndërkombëtare, të gjithë pjesa tjetër e kanë pasur jo detyruese dhe sigurisht që janë munduar të kursejnë në shpenzime. Është një revolucion i tërë që duhet bërë në kohë do fonde. Greqia duke filluar që vjetë nuk lejon asnjë nga apartamentet apo vilat që jepen me qerat ditore për turizëm të mos ketë standardin e mbrojtjes nga zjarri, e mbrojtjes nga presione, nga edhe sigurimin tek të tretët për njerëzit që do të përdorin këto apartamente. Pra,
po vjen duke u ngushtuar laku, po rriten standardet, po rriten kërkesat për cilësi, dhe ne duhet ndërmarrim hapat shpejta në mënyrë që të mos kenë kosto akoma më të lartë. Dhe koha është shumë e shkurtër. Unë di që qeveria po merret, ka bërë një projekt të qartë me investime, me fonde nga institucionet ndërkombëtare për të përmirësuar legjislacionin, pasi vetë standardet që kemi ne në legjislacionin vjetër kanë mbetur mbrapa dhe sigurisht që do të kërkoj kohë, duhet përgatiten ekspertët të cilët duhet trajnohen, duhet certifikohen për të bërë këtë proces të gjatë, dhe sigurisht që viti 2030 nuk është shumë larg dhe jemi vetmi vend ne në Ballkan apo në Europë nuk diskutohet që jemi akoma pak plotësimin e këtij standardi, në mënyrë që Ballkani duke qenë një brand, një mark, shitet si një e tërë. Pra, jo më larg se muaj që kaloi, shoqata që merret me agjenci turistike bëri një marrëveshje ndërkufitare me Greqinë për ta përdorur vendin tonë dhe Greqinë si pjesë të paketave turistike, dhe në rast se ti nuk ke të njëjtin standard, pra kur ti paguan po themi një tur 5 ditor, 10 ditor me standardi me 4 yje, ne jemi akoma, apo me 5 yje, apo me 3 yje, ne jemi akoma të pa kategorizuar për të plotësuar këtë lloj standardi që në fundit nuk është fare i thjeshtë. Pra, një njeri që e njeh udhëtimin, që lëviz vazhdimisht, kur mendon se do shkojë në një hotel me 4 yje, nuk ka nevojë të marr pajisje shtesë, shampo speciale apo tharse flokësh, po marr një shembull thjesht, sepse normalisht duhet i ketë. Në rast se ti nuk i ke në standardin e vendit, atëherë një person i cili ka një hotel apo një tjetër nuk e detyron asnjë ligj që ti ketë këto pajisje apo ti përdor. Pra, është një proces i cili kërkon një ristrukturim të tërë të legjislacionit shqiptar, dhe brenda 2027-s, të paktën sipas informacionit tim, do të bëhet ky lloj procesi dhe pastaj fillon po themi plotësimi nga çdo hotel apo çdo njësi që lëshohet për turizëm. Zoti Topuzi, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar. Faleminderit.